Prokuroria dhe Krimi Ekonomik në Tiranë kanë sekuestruar të gjitha pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të dy klinikave, International Medicare SHPK dhe Sante Plus. Ende nuk dihet vlera monetare të pronave të bllokuara, ndërkohë pak ditë më parë Blut e Tiranës në një operacion zbuluan që klinika private e ndërhyrjeve kirurgjikale International Medicare i kishte shkaktuar shtetit evazion fiskal më shumë se 1 milion euro, si dhe përdorte medikamente të skaduara të dëmshme për shëndetin e pacientëve. Skandali që u zbulua nga policia në klinikën e njohur pranë Zogut të Zi, tregoi se personeli i saj mashtronin pacientët duke u zhvatur shuma të mëdha parash dhe duke mos i ofruar shërbime mjekësore. Ishte një shtetas nga Portugalia që denoncoi rastin. Ky i fundit në muajin prill të vitit 2024 ka rënë në kontakt me këtë spital privat ku ka kërkuar të realizojë 3 ndërhyrje kirurgjikale estetike. Referuar dëshmisë të tij, ai ka kryer në periudha të ndryshme 3 pagesa në total prej 5200 eurosh. Këto shërbime nuk janë realizuar prej gati një viti dhe ende spitali privat nuk i ka kthyer parat. Pagesat sipas tij ka dorëzuar Joana Likos, që ishte drejtoresha e spitalit. Kjo e fundit në dëshminë e saj ka thënë se nuk është drejtuese e spitalit privat International Medicare Hospital, por thjesht recepcioniste që kishte për detyrë të priste pacientët. Ajo ka thënë se pronaret e klinikës, shtetasi turk Bilal Kara, 45 vjeç, i cili ndodhet në Turqi, dhe Geriana Arapi, 32 vjeçe, e cila ndodhet në Maqedoninë e Veriut, i kanë thënë që të prezantohej tek pacientët si drejtoresha e spitalit. Skandali rëndohet pas kontrollit të policisë, ku në këtë klinik u gjetën medikamente të skaduara të dëmshme për pacientët, si dhe preparate që u ndalohet shitja. Jo vetëm kaq, por Bilal Kara dhe Geriana Arapi, të cilët ndodhen në Arrati, morën kuzhinierin e spitalit të tyre dhe emëruan zyrtarisht administrator të biznesit. Edmond Zaja, 62 vjeç, i cili u punësua në TZS për të gatuar ushqimet e pacientëve, u detyrua që të emërohej administratori International Medicare Hospital. Një tjetër shkelje e këtij spitali, krahas rrezikut për pacientët me medikamente të skaduara, ishin dhe pagesat e kryera dorazi jo përmes bankës, madje edhe pagat e punonjësve jepen në dorë dhe jo të deklaruara. Një tjetër dëshmi që fundosi Bilal Karan dhe Geriana Arapin ishte ajo e mjekut turk Yusuf Kenan, i cili përpara hetuesve pranoi se vinte 2 herë në muaj për të bërë ndërhyrje kirurgjikale në këtë spital. Sipas tij, ai ka realizuar më shumë se 20 ndërhyrje, por i pa regjistruar ligjërisht.